Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në natën vonë. Filloi edhe kjo javë, sot është e hënë, data është 10 qershor. Jemi absolutisht në atmosferë zgjedhjesh, flasim më së shumti për politik, por jo vetëm për politik, sepse gjatë kësaj periudhe ndodhin edhe gjëra të tjera, të cilat në një farë mënyrë mund të mbeten jashtë vëmendjes, por kanë absolutisht nevojë për tu diskutuar e për që në vëmendjen e të gjithëve ne. E tillë është tema e parë e diskutimit mbrëmjen e sotme. Unë kam ftuar, doja t'i quaja dy kolegë, pavarësisht se ata kanë edhe aktivitetet tjera. I pari është Blendi Sala, unë e kam ftuar sot si kolegë, si moderator i klubit të mëngjesit të Klab FM, mirë se erdhe. Edhe Ervin Qafmolla, po gazetar, njëkohësisht edhe me një aktivitet të pandalshëm në shoqërinë civile. Mirë se erdhe, Ervin. Nuk i kam ftuar rastësisht, nuk do të flasim për media, nuk do të flasim për median dhe politikën. Do të flasim në fakt për një ngjarje, për një vendim të kohëve të fundit të dhënë nga gjykata e Tiranës, e cila ka tërhequr vëmendjen atyre që e kanë vëmendjen edhe për ngjarje të tilla. Në fakt, gjykata e Tiranës ka dënuar me 5 vite burg, pak ditë më parë, një studente 20 vjeçare të akuzuar se mbante me vete 5.9 gram hashash. Sasia e drogës ishte gjetur studentes me vete që në vitin 2012, kur ajo ishte ende gjimnaziste. Gjithsesi, gjykata e Tiranës, por edhe gjykatat niveleve të tjera në vendin ton, shpeshherë ndodhemi përballë kontradiktës që japin 5 vite dënim për 5.9 gram hashash, e 1 vit dënim për vrasje apo krime të tjera edhe më të rënda se kaq. Ka një lloj absurditeti në këtë pikë, për këtë do të flasim. Blendi, kur e ke dëgjuar këtë lajm? Është lajm nga ato që të trishtojnë, mua të paktën më trishtojnë më shumë se sa habisin, sepse nuk është hera e parë, e kemi dëgjuar edhe në të kaluarën, që ndodhin këto. Mund ta kapim në disa pika, por kam përshtypjen që do kemi kohë që ti konsumojmë ato me radhë. Unë ndjej trishtim për mënyrën se si trajtohen këta fëmijë. Është 20 vjeç, mund thuash është e rritur, megjithatë është e re. Ka qenë ndoshta edhe më vogël kur e kanë gjetur. Është në fillimet e jetës saj. Absolutisht, ka bërë një gabim. E kuptojmë këtë, ka shkelur ligjin, nuk ka diskutim për këtë fakt. Megjithatë, duket sikur gjykata e ka trajtuar pa zemër, sepse e merr një person perfekt nga të gjitha anët e tjera, siç mund të jetë, kontribues në një shoqëri, edhe pastaj e mbyll në një birruc për 5 vjet me shansin, kam përshtypjen unë, edhe me kushtet e burgjeve shqiptare, të cilat janë gjithmonë tematik e vrejtjeve nga Europa për ato që ofrojnë, edhe e shkatrojmë, e deformojmë këtë individ në burg 5 vjet, për një gabim të vogël që mendojmë mund t'ia falim, edhe pse është në shkelje të ligjit, ose të ndryshojmë këtë ligj, por ta trajtojmë atë në një mënyrë që ka sens për shoqërinë. Nuk mendoj se kjo është gjëja më e mirë për të bërë. Ne shkaktojmë më shumë dëm duke i marrë këta fëmijë me gabimet e tyre, duke i çuar pastaj në ca rrethana, të cilat mund të diskutojmë më vonë, por që kam përshtypjen kur dalin, kanë parë më shumë dhe nuk u ka vlerëtur kjo eksperiencë për mirë. Nuk mund thuash ta marrësh një 18 vjeçar, ta fusësh 5 vjet në burg me vrasësit, me përdhunuesit, me hajdutët, me kriminalet, me trafikantët e njerëzve dhe të narkotikëve, dhe kur të dalin këta fëmijë nga burgu, themi që tani këta janë korrigjuar sepse e pësuan edhe gabimi ose pësimi bëhet e vuajtën dënimin shoqëror për shkeljen e ligjit. Kjo është një mënyrë trajtimi shumë e cekët, por gjithashtu edhe shumë e pandjeshme. Ervin, ke qenë i ndjeshëm ndaj kësaj ngjarje? Ka pasur edhe një shkrim me shumë ndjenjë në të përditshmet shqiptare. Në këtë moment isha thënë diçka tjetër, më erdhi në mendje, jam kurioz se do ndodhte nëse do bëj një test toksikologjik, pikërisht në gjykat, madje jo çdo lloj droge, por kokaina. Unë jam shumë kurioz sepse nëse flasim për drogat, gjithmonë gjejmë kanabis, u kapën kaq kilogram këtu, kaq kilogram aty, kanabis. Ndërkohë që kam përshtypjen që një pjesë shumë madhe, themi, qoftë kazino, klubet allavaje etj, sa kontrollet thjeshta për mbajtje droge mund të nxjerrë rezultate të tjera. Dhe sidomos për sa kohë që flitet për që njerëzit me pushtet, njerëzit që kanë para, ata janë që përdorin këtë drogë të veçantë që ka që mrekullueshme që është kokaina. Dhe në pikën është droga bosë. Në mos gaboj, në Itali ishte bërë një testim i tillë për deputetët e parlamentit. Dolën shumica e tyre. Testimet dolën shumë pak ishin jo përdorues të kokainës. Tash pyetja ime është çfarë do ndodhi, është rast hipotetik, nuk besoj se në Shqipëri do bëhet diçka e tillë.
po bë testi do manipulohej, siç ishte rasti një djali tjetër para arrestimit kësaj vajze, të cilit policia i dorëzoi një dokument që i tha po ta bëjmë sikur analizat e tua të gjakut doli se nuk ishte përmbajtje të THC-je, pra që është përbërësi aktiv i marijuanës. Ai e nënshkroi lumtur dhe pastaj i dhan dënimin për shpërndarje. Nuk je përdorues, po je shpërndarës. Atëherë je shpërndarës. Pra, brenda kësaj logjike, sigurisht, po flasim në mënyrë hipotetike, sepse nuk është pa mundur të besojmë që pa pritur këtu ky test imagjinar do funksiononte në rregull, do ishte pa manipuluar dhe do merreshin edhe themi raportet në vijim, pra reagimet në varësi të saj. Por është interesante sepse flitet gjithkohës se ky është vend i vogël. Dhe thuhet që një vend vogël nuk ka sekrete përveç atyre të cilat ti nuk do t'i dish. Jo që do t'i fshehësh. Kështu që kemi abuzime pafund me drogën, kemi abuzime dhe me drogra të cilat janë të paklasifikueshme. Siç mund të jenë zbardhues disjesh makina, pastrues furnelesh me vajguri, detergjent ndryshëm, që fëmijët mund t'i përdorin. Mund t'i përdorin në çdo moment, kushtojnë shumë lirë. Për shembull, mund të marrësh substanca me litra për një vlerë rreth themi 50.000 lekë të reja, që mjaftojnë për t'u droguar 5 vjet. Po. Brenda këtyre që përmende, ka substanca të cilat përdoren për t'u droguar trupi i njeriut? Po. Kryesisht janë në gjininë e detergjentëve. Por është e pamundur të ndalohen, sepse përdorimi i tyre fillestar është tjetër. Dhe si rrjedhoj, nëse dikush gjen mënyrë për të abuzuar, është e pamundur që ti të heqësh nga tregu produkte tëra që përdoren masivisht, shpeshherë edhe në nivel industrial, vetëm sepse disa njerëz mund të abuzojnë. Ndërsa për rastin marijuanës është vërtet kriminale, besoj, që t'jepen dënime të tilla, duke qenë që ne jemi gjithë dëshmitar të shumë ngjarjeve që ndodhin, që janë të rënda, ka vendime gjykate që thonë plumbi i X-it vrau Y-in, por X-i shpallati pafajshëm. Kemi vendime gjykate për arrest shtëpie, siç rasti i biznesmenit turk, i cili u zhduk pastaj kërkojnë gjithë botën, dhe rasti konkret trafik kemi procese që nuk po dalin dot me një vendim, me maraton. Absolutisht. Procese shumë të rëndësishme në gjykatën e krimeve të rënda, që s'po dalin dot me një konkluzion. Në rastin e parë, që kapen fëmijë, themi, në mënyrë figurative, përdorues marijuane, automatikisht jepet 1 vit për gram. Dhe përpjestimi është interesant. 1 vit për gram. Për çdo gram të kapur, 1 vit burg. Kjo është sepse Ervini po e transferon pak tek çështja e hipokrizisë, kam përshtypjen unë në gjykatë, gjithashtu qëndron. Te standardi i dyshit në mënyrë si shihen gjërat. Absolutisht, po. Që është një vërtet këtu në vendin tonë dhe njerëzit e shohin atë. Këtu nuk jemi duke folur më në për juridizëm, për juridik ose në çështje juridike, por po flasim për diçka që njerëzit e shohin dhe që ka të bëjë direkt edhe me moralin që një gjykat ka apo duhet të ketë. E para e punës, ligji duhet të jetë në shërbim të shoqërisë. Unë mendoj që nëse ky ligj është kështu siç është, 1 gram ose për çdo 1 gram 1 vit, atëherë ka nevojë që ndryshohet. Kemi nevojë që të shohim se çfarë është duke ndodhur nëpër botë, se cili është trendi botror sot, dhe e dim që kjo bim, edhe përdorimi i saj medicinal është pranuar prej kohësh tani më, madje jemi në valën e dytë të legalizimit të plotë të marijuanës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndodhet në Colorado, ndodhet në Washington, si 2 shtetet para ku nuk ka nevojë për asnjë lloj recete nga mjeku, dhe ti mund ta përdorësh lirisht si çdo substancë tjetër që dëshiron. Pra këtu jemi me praktikën botrore ligjore në një vend si Shtetet Bashkuara të Amerikës, që edhe vendet e tjera e kanë treguar, po themi me legjislacionin që kanë, që nuk është futet tek substancat narkotike, por nuk është e rrezikshme, po themi, për shoqërinë. Ky është një debat i hapur. Unë mendoj që shoqëria shqiptare në përgjithësi është ignorante ndaj kësaj çështjeje. Dhe është e vështirë që ta bësh një debat në këto kushte. Megjithatë, dua të them që në vende ku ligji sundon, dhe ne i dim se kemi shembuj jo vetëm demokracisë që as i arrim dot, por sidomos të shtetit ligjor, këto po trajtohen lirshëm dhe në mënyrë liberale. Pra, po ulen dënimet dhe po hiqen, po dekriminalizohet. Ky është procesi. Dhe vende ku është e liberalizuar, po themi... Po, kjo do të thotë që nuk është më krim. Ndërsa ne, unë nuk po them se ne jemi ganti për atë hap, akoma, ne të paktën nuk duhet sillemi si dallkauk në këtë aspekt. Ne nuk duhet sillemi tamam si ato regjimet e mbrapshta që 10 herë presim dorën. 10 herë presim kokën. Domethënë që nuk tregojnë as forcë ligji, por tregojnë vetëm ignorancë, sepse janë fëmijë perfekt, janë fëmijë që bëjnë gabime si të gjithë fëmijët dhe që duhen ndihmuar, që ka shumë mënyra tjera për ta trajtuar këtë çështje. Mund bëjnë punë komunitet,
për shembull, që është diçka që gjykatat tona as mendohet, por gjykatat tona janë duke pirë raki, duke ngrënë patate të skuqura dhe bërxova shumicën e kohës. Neve e dim se në çfarë ambiente është Lëvrin, më vjen keq ta them, por është e vërtetë. Ose duke bërë viza, më fal. Ose duke bërë viza, nëse Ervini këmbgul në atë që janë droguar, ka historira shumë. Ne vetëm përsërisim atë që dëgjojmë dhe shohim. Por çfarë ndodh është që në vend të kësaj bëhet efort kundra këtyre të vegjëlve që nuk kanë fuqi. Dhe kjo është tipike e sistemeve të këqija, të liga në përgjithësi totalitare edhe të korruptuara, që ti shtyp atë më dobtin edhe je gjithmonë lake apo ku diun tash vasali atij që është më i fuqishëm se ty. Është karakter i dobët, mendoj unë, dhe kjo është çfarë tregon gjykata me këtë veprim. Unë nuk e kam me gjykatësit, as nuk e di emër të përveçëm se kush ka qenë gjykatësi apo gjykatësia e kësaj çështje, kështu që nuk kam fare çështje personale. E di që ky është ligji, por që ka nevojë për një lëvizje për ndryshimin dhe zbutjen e këtyre ligjeve, që këta fëmijë ti ndihmojmë dhe jo ti fusim burg me elementet kriminal, ti kriminalizojmë atje, ti ndryshojmë, ti deformojmë si karaktere, e ti nxjerrim pastaj si element të rrezikshëm në shoqëri, në vend se ti korrigjojmë gabimet e vogla që ata kanë bërë. Pra, kam përshtypjen unë që ka një mospërputhje totale midis asaj që është gabimi dhe asaj që është dënimi në këtë rast. Ervin, është problemi i ligjit, është problemi i mënyrës se si interpretohet ligji, apo është problemi i shoqërisë në përgjithësi, i mentalitetit? Nuk besoj se të paktën pikpamja ime se ka një përgjigje të prerë, por besoj që edhe me legjislacionin që kemi, po të kishte njerëz të përgjegjshëm dhe mbi të gjitha njerëzor, nuk do kishin të bënin me raste të tilla. Pra, me dënime të tilla që janë katastrofike dhe janë totalisht, janë dhe amorale, janë thelbësisht amorale. Unë besoj që edhe statistikat e famshme në luftën kundër drogës dhe trafiqeve që raportohen dhe çdo vit kemi realizim plani, duhet realizohet, kemi targetet realizim plani, pra themi duhet kapën 50 kriminal të lloji etj. Është më lehtë të arrestosh disa adoleshentë që kapen brapa universitetit duke pirë marijuanë, pra duke të mosur, se sa të themi disa njerëz cilët mund të kenë miliona dollar, një pjesë poshtë jastikut, një pjesë në llogari bankare, që merren me trafiqet mëdha dhe qarkullojnë kamiona me drogë, këta janë më të vështirë. Ndoshta janë më të lehtë për tu pikasur, ndoshta edhe më të lehtë se fëmijët që gjenden brapa universitetit, por më të vështirë nga pikpamje tjera, qoftë sigurisë personale të autoriteteve shtetërore, qoftë edhe faktin që janë gatshëm të paguajnë dhe çdo moment ja dalin. Kështu që ka dhe një farë implikimi, jo thjesht gjykatës, se zakonisht thotë gjykata, po derisa të mbri gjykatë çështja, kemi prokurorit përfshirë, kemi polici, pra fillopi që nga raporti fillestar, ka disa hallka. Dhe themi që në raste të tilla ka një krimbje të çdo hallke. Sepse për ndryshe pa një bashkëpunim, ndoshta edhe të pavetëdijshëm të gjitha hallkave, nuk do arriheshin përfundime të tilla. Pra, nëse flasim për falsifikime raportesh, nëse flasim për prokuror që e tekalojnë normën e zellit dhe drejtësisë, dhe pastaj kemi gjykatës që edhe në hallkat pasardhëse njëra pas tjetrës vendosin gjithë një zëri që po, u zbulua një kriminale shumë e madhe dhe japin 5 vjet. Është 20 vjeçare, ka pasur 5.9 gram gjimnaziste. Në momentin e arrestimit. Nuk e ka pasur, nuk ka qenë përdoruese sepse sipas të dhënave. Nuk e ka pasur të vetin. Edhe ajo e ka pranuar, ka qenë për përdorimin e vllajt vet, diçka e tillë, në mesazh diskutuar nga vendimi i gjykatës, e me që gjykata e ka pranuar edhe këtë fakt, po ju është referuar, po themi, vetëm asaj analizës dhe mënyrës se si ligji e parashikon rezultatin e analizave, kemi nxjerrë një vendim me 5 vjet burg. Po pra, po çdo gjykatës duhet ta shohin mendimin tim, sikur është fëmia i tij. Çfarë do të bënte sikur të ishte fëmia i vet? Çfarë do të bënte çdo prind që ti ndodhte fëmijës vet adoleshent kur kapet me 5.9 gram bim cannabis sativa. Bim cannabis sativa, gjethe të shtypura, të presuara, që fëmijët i tymosin. Çfarë do të dojë që ti ndodhi? 5 vjet në burg? 5 vjet ku? Në cilin burg? Mbas Silve Tela, mbas me kë do flër, me kë do haj, me kë do rri, me kë do ndaj ai jetën për 5 vjet. Çfarë do mësojmë burg? Çfarë pikërisht, domethënë çfarë është më e rëndësishme ku formohet personaliteti i tij. Këto 5 vjet janë realisht të rëndësishëm në jetën e tij. E merr 20 vjeç, e nxjerr 25 vjeç nga burgu dhe nuk dihet, pse nuk e ka asnjë lloj garancie se çfarë individi të del nga burgu. Dhe prap shoqëria do t'i heqë pasojat e këtij individi, se nëse është bërë i dhunshëm, nëse ka mësuar të vjedhë, ku diun se çfarë, nëse ka krijuar një shoqëri me cilët do lidhet më pas, se shokët e vjetër mund të kenë lëvizur në jetë, kanë bërë përpara, se normalisht ngelet pa edukim atje në burg, domethënë i hiqet edhe drejta për t'u arsimuar për atë gabimin që bëri. Unë mendoj që kjo është
ajo çfarë e bën Vinin që thotë që është amorale, dhe jam dakord me atë. Megjithatë kam përshtypjen që sistemi në përgjithësi në Shqipëri, përfshi këtu sistemin e drejtësisë, përfshi sistemin e institucioneve, po në përgjithësi dhe sistemin e shoqërisë, nuk ishte gjërat mikro, duke parë jetën personale. Ishte ndoshta në atë nivelin makro, duke ju referuar këtyre raporteve të policisë që shumica e gjimnazistëve tymosin marijuhan, dhe kjo madje me shkronja të mëdha është diçka alarmante për shoqërinë shqiptare, dhe duke shpërsuar ligjin, kodin e procedurës penale për përdorimin ose për shpërndarjen e lëndës narkotike, ne përfundojmë me individ të cilët duam t'i shpëtojmë, por nuk i shpëtojmë dot. Një vend që është duke përafruar legjislacionin e vet me Bashkimin Evropian, një vend i cili është duke adaptuar metodat e Bashkimit Evropian, ne themi në çdo aspekt. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm. Marrim shembullin e Zvicrës, marrim këtë shembull të duash në të gjithë botën. Përveç regjimeve të prapambetura si në një, ku diun tash, Korea e Veriut apo vende tjera që kanë tjera lloj kulturash apo besimesh, Europa Perëndimore, Shtetet Bashkuara të Amerikës, domethënë gjithë Europa ose bota e civilizuar, ku ne përpiqemi të bëjmë pjesë, ka këtë lloj qasje sot ndaj këtij problemi. Dhe jo vetëm me këtë drogë, që është ajo më e fundit e drograve, ose që hyn te drogat e lehta, por edhe për shembull në rastin e heroinës, që konsiderohet një drogë e rëndë, është në fakt me adiksion fort fizik. Nuk aplikohet më metoda e luftës totale kundra krimit. Për shembull në Zvicër, ata shkojnë në klinika ku u jep shteti vet atë. Në këtë mënyrë ata nuk janë rrugë duke vjedhur që ta gjejnë drogën, nuk janë duke kërcënuar dikë për t'i marrë parat apo grabitur që ta gjejnë drogën, por shteti ndërhyn dhe thotë kjo drogë, që ose marr unë në dorë, është fare e lirë dhe nuk kushton mua asgjë, që të paktën këtë individ të smur ta kuroj dhe ta mbaj jashtë rreziqeve apo ta mbaj jashtë një situate ku ai bëhet i rrezikshëm për tjerët. Dhe kjo ka funksionuar, se jo vetëm që është ulur kriminaliteti, ata nuk shkojnë më poshtë urave, edhe shkojnë e ngatrohen gjithandej, por kanë ato klinikat e veta ku shteti i ndihmon që të rinë të paktën pastër, dhe atë problem të madh fizik që ata kanë, atë smundje të rëndë, ta zgjidhin me psikolog o me mjek të kësaj natyre dhe jo me... Prandaj duhet shteti, është një familje madhe që të ndihmon në rast nevoje. Po këtu po flasim për drograt e rënda. Po pikërisht pra. Po sepse domethënë mikro është ai personi, po makroja e përgjithshme është që rrugët e qytetit janë të sigurta, që nuk ka krim droge, që nuk vrasin njëri tjetrin për shiringa, por që secili ka zgjidhur atë hallin e vet në një mënyrë më civile. Ku ishim ne kur ndryshoi Kodi Penal? A e kemi vetë fajin, po themi në një farë mënyre që nuk i shohim me detaje momentet kur ndryshojnë ligjet, edhe ndoshta kur janë në fazën e diskutimit, nuk kemi një shoqëri civile të fortë të reagojë përpara se këto të bëhen ligje, përpara se këto të jenë ligje të cilat do të zbatohen nga gjykata, në bazë të cilës do të merret një vendim i kësaj natyre që mund të jetë shkatërrues për jetën e një 20 vjeçare. Jo, këtu ka një miks problemesh. E para kemi shoqëri civile e cila nuk është themi deri diku e specializuar. Pra, padyshim që në mori në e mira NGO që ka Shqipëria, do gjesh të paktën një NGO për secilën çështje që mund na shkojnë mendit ta imagjinojmë tani. Po flasim për themi organizata funksionale, po marr vetëm një fot nga njëra anë pa hyrë te aktorët në tërësi. Pra nëse do kishim një specializim mirëfillt dhe një përgjegjësi, automatikisht do kishim një analizë edhe të nem për neni apo çdo ndryshimi që ndodh çdo lloj gjëje. Nuk ndodh për rastin konkret sepse këtu ka një konsum shumë të lartë informacioni dhe jemi gjithë dëshmitar, qoftë nga pikpamja mediatike. Në rast se niset merret me një problem, kjo vlet për një redaksi normale mediatike. Automatikisht do ndodhi nesër një problem që është dhe më i madh. Kështu që e para nuk ka një ndjekje dhe kohezion se përket çështjeve të ndryshme, që ky është problemi teknik themi. E dyta edhe vetë ndërgjegjësimi i të ashtuquajturës, shoqëri civile, nuk është në ato nivele që mendohet. Pra nuk është roz, nuk është optimale situata. Sepse në brenda vetë shoqërisë civile ke të themi paragjykim shumë të lartë dhe stereotipizim, jo sa i përket drograve, çdo lloj gjë që mund shkojnë mendje. Madje ke njerëz që mund të kenë themi studiuar jashtë që përfaqësojnë këtu organizata që supozohet jenë të prirura drejt përfaqësimit dhe mos diskriminimit, që kanë paragjykime dhe stereotipe shumë të rënda ndaj kulturave tjera, besimeve tjera, madje dhe racore. Pra, do s'do, ata janë pjesë e kësaj shoqërie, janë pasqyrë jona si kundër të politika. Kështu që mua më duket për fat keq normale që mungon vigjilenca. Dhe kjo shtrihet edhe në media, kjo shtrihet kudo në çdo fushë tjetër. Edhe në sport, edhe në gjykata, kudo. Ne nuk e parandaluam dot
këtë histori, pa a mund të reagonin më shumë mbasi u mor një vendim gjykate që ishte i formës prerë? Po, kjo që po bëjmë sonte këtu është një formë reagimi. Sido që ne po e bëjmë brenda asaj që ne bëjmë. Prandaj na u referove si kolegë, ne mundohemi që të influencojmë opinionin publik apo të rreqim vëmendjen në çështje të caktuara që ne mendojmë se ja vlen. Njerëzit pastaj mund ta gjykojnë. Ndoshta ne ja fusim kot. Po kjo është diçka që njerëzit duhet ta mendojnë vetë. Të paktën ne po flasim për këtë. Herën e kaluar që kemi pasur raste të tilla nuk është folur për këto. Vetëm janë, domethënë se ka një tabu rreth çështjes, se po flasim për drogën edhe kujdes tani se Madje mund të rrezikojmë ose mbase edhe jemi duke rrezikuar që një pjesë që është duke na parë po thotë çfarë duan këta tani, të pinë të gjithë të rinjt marijuan lirshëm. Absolutisht. Në kohë gjithçka do të bëj sens. Kam përshtypjen unë, ndoshta mund të jemi pak jashtë asaj. Por megjithatë jo dhe aq me të rinjt, se ata e kuptojnë. Se për çfarë flasim, unë jam i sigurt që ka një stres shumë gjerë të audiencës që e merr vesh shumë mirë. Se për çfarë po flasim dhe që e di që ai dënim është jashtë çdo standardi në lidhje me atë që ka ndodhur. Ne mund të ndryshojmë ligjet, aty ku mund t'i përmirësojmë ato, duhet ta marrim shembullin europian, jo vetëm në premtime mbosha apo këto populizmat e ku diun se çfarë që ne bëjmë, ne ngrejmë komisione për një shkulje veshi, por nuk ngrejmë komisione të supozuar, tash se s'dua të them, por nuk shikojmë këto raste. Edhe ka dhe një gjë tjetër, që politikanët kanë shumë qejf që të flasin me makro, por nuk flasin për jetët konkrete të njerëzve, edhe mua më bën çudi kjo sepse njerëzit kuptojnë shumë më mirë një rast si ky, mendoj unë, se sa shifrat. Këta dalin edhe nëpër këto të fushatës që kanë tani daljet e tyre dhe numërojnë investimet, kemi investuar kaq qindra mijë lekë këtu, ka qindra mijë lekë atje, ndërkohë që o t'i besojmë fjalëve të tyre ose t'u besojmë syve tanë. Ne dimë se çfarë është bërë, çfarë nuk është bërë. Jo, kanë dhe një drejtë sepse për shembull marrim rast investimet të burgjet e reja. Duhen njerëz apo jo që të popullojnë këto burgje? Absolutisht, nëse do t'i japin dhe buxhet me koncesion të private, siç mendohet, duhet patjetër pastaj që të ketë një burim të vazhdueshëm të burgosurish në mënyrë që koncesioni të funksionojë. Njësoj si uji për hidrocentralet duhet që të rinë mbushin këto qelit, sepse drejt kësaj shkon. Kam përshtypjen unë, ky është trendi. Do të jepen edhe buxhet me koncesion, viruset do jenë plot. Kështu që ne deshëm që ta përmendim. E kuptoj, megjithatë, mbase mund të kishte pasur ndonjë reagim më të madh, nuk e di, mund të kishte pasur ndoshta një reagim edhe brenda radhëve të drejtësisë, nuk e di, avokat, pjesë të tjerë të sistemit të drejtësisë, pjesa tjetër e sistemit të drejtësisë që mbase nuk e koncepton dot një gjë, një ligj apo një vendim të tillë kaq të ashpër që ka dhënë gjykata, nëse kjo do të ishte një shoqëri e shëndetshme. Ashtu do ishte. Ku jemi sot? Si është shoqëria shqiptare sot? Aq më tepër sot kur të gjithë jemi të bombarduar me premtime elektorale deri në datën 23. Para se dalte shoqëria shqiptare, më erdhi në mendje institucioni i avokatit popullit. Mund të kishte qenë interesante nëse do kishte pasur një reagim për këtë, por duke qenë që aktualisht ky institucion është i specializuar për grupe të marginalizuara, pra në nivel komunitetesh, dhe duke qenë që teknikisht përdoruesit, themi, jo kronik të marijuanës, nuk janë domosdoshmërisht apo dhata kronik, komuniteti marginalizuar, pra nuk janë rom, homoseksual që dhunohen e tjerë, automatikisht nuk hynë. Pra, kam përshtypjen që nëse ka do të shpallnin veten komunitetin marginalizuar, atëherë mund dizë një dritë në trurin e institucionit dhe thotë, po, janë edhe këta komuniteti marginalizuar, kështu si edhe duhet të shqetësohemi edhe për këta. Kështu që, jo, po bëj pak humor për të thënë që nganjëherë dinamikat institucionale në Shqipëri atyre institucioneve që ndoshta mund të funksionojnë një farë masë më mirë se institucionet tjera, propse prap janë disi themi skematike dhe duhet ketë ca drita që ndezen. Është efekti, është eksperimenti i qenëve të Pavlovit, ndizet drita ka ushqim. Nuk ndes drita, nuk ka ushqim, qeni nuk lëviz. Pra, kam përshtypjen që institucioni ka një farë jetë të vetën. Tani, sa për reagim brenda gjykatave, unë nuk do mbaja frymën duke pritur për atë, se kam përshtypjen se do mbaroja. Për shkak se nuk e kemi parë gjykatën të reagoj për asnjë lloj çështje skandaloze që ka dalë nga dyert e gjykatës, mos i marrim tani me radhë. Po dua t'ju kujtoj vetëm para disa ditësh një intervistë ish ambasadorit John Withers tani më në pension, por që unë mendoj që është një burr që e do Shqipërinë me sinqeritet dhe me objektivitet të jashtëzakonshëm.
i cili thoshte që si mund jetoni në një sistem që bën ç'është e mundur që Fatmir Mediu, Ul Basha, Ilir Meta t'ia hedhin, por që nuk bën asgjë për Julian Çelën. Dhe ka fjalën për atë 10 vjeçarin që nuk e dim akoma sot është gjallë apo ka vdekur. Sepse neglizhohet në prokurori, neglizhohet në polici, në rastin e Julian Çelës, ai zotria pedofil lihet i lirë, sipas shefit, kisha pi një birë, thot ai, kështu që e lan. Sistemi e dështoi Julianin, sepse nuk do t'ja di për ta. Ndërkohë që për sa të tjerë, sistemi bën lloj-lloj fiflatash, akrobacish, edhe çuditërash, e hyneresh, shkel ligjin, në mënyrë që ata të mbeten jashtë dyrave të burgut edhe kur meritojnë që të jenë brenda. Pra, unë nuk mund të pres nga ky lloj llumi që të ketë një lloj reagimi të brendshëm e vetë ndërgjegjësimi ndaj kësaj gjimnazistes që do shpenzoj 5 vjet në burg. Ka edhe një problem tjetër me mentalitetin e kishte prekur pak te shkrimi Ervin. Duket sikur është bërë gogol marijuana, shashi, edhe nga lajmet që jepen nuk kap kaq këtu, kaq atje, edhe nga vendimet që jepen për sasi kaq të vogla që mund t'i gjenden një gjimnazisteje me vete, ndërkohë që ka shumë drogra të tjera, të cilat nuk është se nuk qarkullojnë nëpër Shqipëri, për të cilat dëgjoj më pak. Kemi ndonjë problem me marijuanën? Na duket shumë shthurse për shoqërinë shqiptare? Ka një të vërtetë që konsumi i marijuanës është, themi, shumë i lartë për sa i përket edhe faktit që është drogë që ka i farvëllimi, pra nuk është një plur kimik, i cili dhe në doza mikroskopike mund ta bëjë dikë të shohë gjithçka me drita. Pra, duke qenë edhe natyrore, do proceset e veta dhe pra sasitë e përdorura janë më të mëdha. Sa do të presohet, prapë kemi sasi të mëdha, kapet më kollaj. Është më e thjeshtë ta identifikosh. Ta identifikosh. Nga ana tjetër, përgjithsisht drogët i sulfitine më të ulta. Që thotë që njerëzit që kapën marijuanë kanë më pak fuqi blerëse përballë sistemit drejtësisë, sesa njerëzit që përdorin drogat, pra që merren me droga të tjera, si rrjedhoj kanë tarra më të larta. Pra, aftësia tyre komerciale, pesha komerciale që ta kanë është më e lartë se qoftë edhe shitësve, s'po them përdoruesve të marijuanës, sepse përdoruesve po e po. Pra, është shitësit shumë shpesh mund të jenë student në Tiranë, në rast konkret, me prindër pa punë në një qytet tjetër që për përballuar e përndihmuar njerëzit kanë marrë një qese dhe e shesin. E dikush kontradikta tjetër, pasi ta mbarosh Ervin mendimin, që ne kemi lazeratin si fenomen, të cilin nuk po e kontrollojmë dot, dhe që të gjithë e dim botërisht që aty mbase është e pamundur që të frenohet prodhimi edhe rritja e kanabisit, dhe nuk kemi parë ndonjë të dënuar deri tani të paktën nga këto zona që njihen botërisht. Kemi edhe një studente 20 vjeçare që për 5.9 gram do të bëj 5 vite burg. Mos ta harrojmë. Unë them shumë mirë që nuk dënojnë asnjë nga lazerati. Lazerati është një aset ekonomik, ende i pa vënë shfrytëzim në mënyrë të rregullt. Njerëzit që kanë bërë fitime të mëdha nga kultivimi dhe shitja e kanabisit lazerat, ose bar, siç e thonë në gjuhën e përditshme, edhe anglisht grass i thonë. Ose gjithë. Një pjesë të tyre fëmijët e tyre i kanë çuar jashtë shtetit, kanë studiuar jashtë shtetit, një pjesë janë kthyer në biznesin e familjes, një pjesë merren me aktivitete të tjera që nuk kanë lidhje me këtë lloj bujësie, këtë lloj specifik bujësie, por megjithatë është një aset ekonomik sepse bëhet fjalë për një kanabis cilësie shumë të lartë, shitet edhe në Amsterdam, edhe në vende të tjera të Europës, madje në Amsterdam përdoret në mënyrë të ligjshme, i lazeratit, Shqipëria, që të thotë që përmbush disa standarde dhe cilësi, se atje kanë përshtypjen që, jo ka përshtypjen, kjo është shumë e vërtetë, që edhe drograt e lejuara duhet përmbushin disa standarde cilësore, në mënyrë që të jetë e lejuar përdorimi tyre nga popullata. Edhe të jenë jo të dëmshme për shëndetin e tyre, përveç se për ligjit. Asnjë drogë nuk ka totalisht pa shëndet. Që lazerati ka njohur prosperitet në sajt. Lazerati ka njohur prosperitet, por ky është një prosperitet i cili mund të shfrytëzohej nëse do vijë në shina të themi më të kontrolluara dhe më shtetërore, mund sillte prosperitet qoftë edhe në sektorin e turizmit, pse është një lloj shumë interesant turizmi. Kam përshtypjen që dikush tani është duke menduar që po shtron një ide blasfemike, dhe vetëm për mentalitetin e shqiptarëve. Megjithatë, Ervin, ti personalisht, edhe Blendi, apo edhe unë, sa herë mund kemi rrezikuar që të kishim fatin e kësaj vajze, nëse dikush do na kishte gjetur një cigare marijuan me vete një policë, sot do të ishim duke vojtur në burg. A është kjo një gjë që mund të na preki të gjithë realisht? Kjo mund na preki të gjithë realisht në lloj-lloj mënyrash, sepse ne jetojmë në një shoqëri të lirë, jetojmë njohim lloj-lloj njerëzish, gjendemi në lloj-lloj situatash, edhe siç është gjetur kjo vajzë, fatkeqësia mund të ndodhi çdo kujt. E para.
E dyta, ajo çfarë unë dua të theksoj është edhe çfarë dikush që dëgjon këtë bisedë për herë të parë, ndoshta që s'është bërë më përpara, duhet mendoj edhe diçka tjetër. Ne si shoqëri dhe standardet që ne kemi, sepse folëm për standardin ndaj drograve, kokainës, dhe këtyre drograve që përdorin njerëzit e pasur dhe ata që kanë, dhe ata që bëjnë ligjet e çfarë tjetër. Kemi dëgjuar ndonjëherë për shembull për këtë drogën që quhet alkool, e cila i ka njerëzit për fytin në Shqipëri, për këtë drogën që quhet alkool, e cila që nga mëngjesi deri në darkë ka familje që dehen dhe shkojnë rrajnë gra dhe kalamajt për ditë. A në dëgjuar për këtë drogën që quhet alkool që marrin makinat pastaj dhe ishin në gjendje të dheur, kaq vdiqën në Korçë, kaq vdiqën në Shkodër, kaq vdiqën në Lezhë, kaq vdiqën në Laç, gjendje të dheur, shoferi në gjendje të dheur. Kjo përsëri, ke dëgjuar ndonjëherë piu marijuan dhe vajti vrau dikë? Se kam dëgjuar asnjëherë që të flitet në këto terma. Pra nuk ndodh. Kjo është një drogë, alkooli. Çfarë rrezikshmëri kanë ata që e përdorin, po themi, marijuanën për shoqërinë? Ka rrezikshmëri, nëse janë nën moshën 14 vjeçare mund shkaktojë thonë skizofreni në disa raste, të rralla dhe gjenetikisht, po, përdorime të rënda, por do të kesh edhe predispozim gjenetik që të ndodhi. Kjo është para moshës 14 vjeçare, sigurisht që nuk është një gjë që rekomandohet për qejf, por nga ana tjetër nuk mbart disa rrezikshmëri të disa drograve që ne i tolerojmë dhe që janë shumë popullore këtu tek ne. Siç është alkooli, që amplifikon ndjenjat e zemërimit, ndjenjat e konfrontimit, ndjenjat e sherrit, e të shamatas që... Mund t'i rendisim shumë shpejt fakt dhe shkurt, në mënyrë lakonike disa dëme të vërtetuara të marijuanës, përveç prirje skizofrenike e cila vjen kryesisht nga përdorimi në moshat të reja, shumë të reja, pra flasim 14 deri 16 vjeç, ka gjithashtu probleme edhe se përket psikozave të ndryshme, por afat shkurtra, kryesisht që ndodhin ndër më të rriturit, pra flasim përsëri për njerëz që kanë prirje apo probleme të shëndetit mendor, ka çrregullim të gjumit, pra prirjen të flenë më shumë të njerëz, ka lënje pasdore të punëve, dëmton kujtesën afat shkurtër, por pothuajse të gjitha efektet janë të kthyeshme. Nuk vret qelizat e trurit, edhe po të hapim për shembull një faqe internetit që mund të jetë drugabuse.gov, që është departamenti amerikan i shtetit, përmenden këto pika që po themi. Dhe janë të gjitha të konfirmuara, edhe fakti që po të hash mish deri shumë, por domethënë nuk ka ndonjë efekt të jashtëzakonshëm nga ato gjërat që konsumojmë për ditë. Kemi mbritur pak a shumë në fund, megjithatë unë do doja që kjo çështje të mos mbetet me kaq. Edhe historia e kësaj vajze, pavarësisht se vendimi i gjykatës së Tiranës është dënë tani, ndoshta kjo çështje mund të shkojë në gjykatën e apelit e mund të ketë ndoshta një vendim pak më të arsyeshëm për një 20 vjeçare. Një gjë të qartë, unë nuk e njoh vajzën, unë nuk e di as emrin e vajzës, sepse ndonjëherë në Shqipëri gjërat merren sikur këto bëhen që mund ta ketë ndonjë gocteza, djalë xhaxhaj. Inicialet janë EL dhe nuk dim më shumë, as nuk do donim të thoni më shumë. Flasim vetëm në parim për këtë çështje kushdo qoftë. Ervin, diçka të fundit për tën? Peace and love. Peace and love. Pak publicitet, do të flasim për zgjedhje pas pak. Çdo magjistar bën çuditëra. Një lepur. Po për dhimbje koke? Asgjë. Nuk ju duhet një magjistar. Me Tylol, dhimbja ikën si me magji. Tylol, paracetamoli më i mirë. E gjeni në çdo farmaci. Në një fest, surprizat janë të natyrshme. Por disa surpriza nuk janë kaq të këndshme. Mund të ndodhë edhe diçka si kjo. Njollat nuk janë më një problem. Ju prezantojmë produktin e ri, Deka Enzym Power 9. Me 9 fuqilarse, Deka heq praktikisht çdo njoll. I përshtatur për fortësinë e ujit në Shqipëri dhe me një aromë relaksuese që zgjat, Deka bën diferencën. Deka, gjithmonë me ju. Il Tipico, shija e vetme për ju.
Edhe një ditë ka me ty. Pastaj do të bëj çudirat e kjo pistë. Orët jetohen në City Park. Java juaj në Vodafone Club është e pasur me plot mundësi për komunikimin tuaj. Zgjidhni nga 3 paketat javore atë që ju përshtatet më shumë. Paketën e kombinuar të internetit nëse doni të jeni gjithmonë online. Paketën me minuta dhe SMS brenda Vodafone Club me të gjithë miqtë tuaj, apo paketën për të komunikuar me të gjithë numrat Vodafone edhe me plot minuta kombëtare. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Power to you. Vodafone. Unë jam Anja, 22 vjeç. Edhe unë, si gjithë ata që kanë mbaruar shkollën e lartë, nesër do të mbetem pa punë, si 2 në 3 të rinj sot. E vërteta që jetoj unë është se asnjë nga ata që njoh nuk është punësuar dot. Si mund t'i besoj unë Sali Berishës? Ai është shumë i lodhur dhe nuk ka më takat. Është koha që ai të largohet. Në 23 qershor do të votoj Partinë Socialiste dhe Edi Rama. Sot Shqipëria po përballet me një krizë ekonomike. Shqiptarët po vuajnë të gjejnë punë. Shqiptarët kërkojnë zgjidhje dhe jo premtime boshe. LSI ka një plan të vërtet, 5 pikat që krijojnë punësim. Plani ynë stimulon bujqësinë, turizmin, bizneset e reja, shërbimet dhe infrastrukturën. Punësimi është prioriteti kryesor i LSI. Të ecim më shpejt. Voto LSI, voto numrin 26. 231 ditë. Për kaq ditë bllokoi Edi Rama parlamentin për votimin e 3 ligjeve. Ne nuk do të votojmë. 231 ditë bojkoti, bllokime dhe justifikime, çdo gjë për të dëmtuar qytetarët dhe për interes të tij. Por kush e pagoi çmimin? Mira fermer që humbën subvencione, mira student që humbën bursa, bizneset që humbën qindra miliona euro investime të huaja dhe të papunët që humbën shansin për 10 mijëra vende pune të reja. Ne nuk do të votojmë. Komisioni Evropian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat me kush që të miratonte 3 ligjet, por Rama tha jo. Ne nuk do të votojmë. Pak ditë para zgjedhjeve për të lartuart, ai tha se ndorroi mendje, por ai dëmin e bëri. Rama e mbajti peng vendin për gati një vit dhe vendosi interesat e veta mbi qytetarin. Nuk bën lojra politike, sepse është ardhmja jonë. Ne nuk do të votojmë. Jemi rikthyer, nuk mund t'i shmangemi zgjedhjeve të 23 qershorit, nuk mund t'i shmangemi fushatës elektorale, por do të përqendrohemi tek raportet mbi mënyrën se si është organizuar fushata elektorale deri tani, edhe raportet kanë dalë së fundmi nga koalicioni i vëzhguesve vendor. Unë kam në studio të ftuar 3 prej antarëve apo pjesë të këtij koalicioni. Prezantoj me njëherë Dritan Taulla, mirë se erdhe. Antuela Male, mirë se erdhe, dhe Realt Keta, mirë se erdhe. Ky raport së fundmi ka bërë me dije pas një vëzhgimi, pak a shumë në çfarë klime edhe mënyrën se si po zhvillohet kjo fushatë elektorale, ka tërhequr vëmendjen për të gjitha ato pjesë të kodit elektoral apo të legjislacionit të cilat nuk janë respektuar nga partitë politike, por në fakt ka dhënë një panoramë përgjithshme. Vëzhguesit do të vazhdojnë të monitorojnë deri në përfundim të fushatës elektorale dhe jam e sigurt që edhe ditën e zgjedhjeve e më pas do të ketë raporte të detajuara për të kuptuar realisht ne që nuk jemi në teren se si po zhvillohen zgjedhjet për te ekraneve televizive. Do ta nis me Dritanin. Raporti e konsiderojmë dot pozitiv, negativ, më i mirë këtë vit se zgjedhjet e kaluara, si po zhvillohet fushata elektorale? Cila do të ishte, po themi, një fjali që do ta karakterizonte këtë fushatë? Okej, nuk mund të them me një fjali të vetme nëse është me mira apo me e keqe, sepse çdo fushatë elektorale sigurisht që ka karakteristikat e veta. Një nga problematikat ku unë do ndalesha që është e veçantë në këto zgjedhje dhe që të paktën në raundet e fundit zgjedhore nuk ka ndodhur deri në këtë pikë, deri 2 javë përpara zgjedhjeve, është fakti që KQZ-ja po vazhdon të operojë me 4 antar, përveçsisht faktit se koalicioni i vëzhguesve vendor edhe shumë aktorë të tjerë, qoftë kombëtar, qoftë ndërkombëtar, i kanë bërë thirrje politikës që ta zgjidhin këtë ngërç të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Për shumë arsye, pavarësisht se vendimet që merren në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve mund të gjendet ana që të bëhen legale duke kaluar edhe tek kolegji zgjedhor, po përtej kësaj mendoj se legitimiteti i zgjedhjeve nuk është i garantuar me një KQZ prej vetëm 4 antarësh, dhe ky ka qenë qëndrimi i koalicionit vazhdimisht. Kryefjala e këtij raporti. Pra duhet zgjidhur ky ngërx, domethënë, dhe kjo është vërtet një nga gjërat më emergjente që duhet zgjidhur. Në fakt nuk është hera e parë që është thënë nga raporti i koalicionit vëzhguesve vendor, është thënë nga ndërkombëtarët, është prekur edhe nga partitë politike. Ka gjasa o ka kohë për të zgjidhur për sa ditë kanë mbetur nga zgjedhjet e 23 qershorit? Fillimisht është e rëndësishme të saktojmë që çfarë do quajmë zgjedhje të suksesshme, pra të realizuara me standarde. Me standarde. Ka dy kuta bazike. E para do jetë ngarimi i ndershëm, pra ka të bëjë me fushatën elektorale, dhe e dyta është që rezultati realisht të jetë i përputhshëm me votimin qytetarëve. Pra, vota e hedhur në kutitë e votimit të numërohet dhe këto vota të japin fituesin fund. Pra këto janë dy kutët dhe zgjedhjet shumë maten. Dhe tërë historiku i zgjedhjeve nuk do të matet me kutët e tjera, jo pranimi, mos pranimi, këto janë ca derivat të rëndësishme, por gjithsesi sistemi ku aderojmë ka këto dy kute, garimi i ndershëm, rezultat i saktë. Pra, çdo zgjedhje dhe këto kështu duhet i masim. Për sa i përket punës së koalicionit, ka nisur me raportin e parë që ka përfshirë situatën nga 2 shtatori i vitit 2012 që u konstitua KQZ, terrenin përpara zgjedhjeve, trupa, që zgjasë deri me 14 marsin e 2013, ku që e raporti i parë. Problematikat që ato që janë esenciale për sa i përket i raporti ka qenë përcaktimi i ZAZ-ve, pra i zonave të administrimit zgjedhor, që ka qenë një problematikë që ka sjellë goxha debat, mediat e kanë reflektuar, debati politik është bërë i nxehtë, ka marrë një zgjidhje që bazën vazhdim edhe mund ta cekim, dhe dyta ka të bëjë me mandate, përcaktimin e mandateve. Për sa i përket raportit të dytë që përfshin 15 marsin deri në 23 maj që është tani afërt. Raporti fundit. Raporti fundit që është edhe tematika e sotme, është rregulloria e KQZ-s që me medikish ndryshe nga dy të parë nuk është përkthyer shumë dhe nuk është se ka krijuar ndjeshmëri, por në fakt nëse e shikon strukturën e KQZ-s dhe tërë debatin zgjedhor, fatikisht një nga zemreket e tërë problemit është rregulloria e KQZ-s, e trupës së KQZ-s. Dhe dyta është rasti i zëvendësimit të një komisioneri i cili ishte përzgjedhur nga partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra këto janë dy problematikat e raportit fundit që kanë qenë dy kryefjale dhe tërë diskutimi politik këtu ka filluar dhe ka mbaruar. Pastaj është në pritje, kjo është pastaj përket të ardhmes, që pritet edhe një raport i tretë, që është para zgjedhor, që ka të bëjë me ditët e fundit të zgjedhjeve, që do mbulojë fushatën zgjedhore. Kjo është për sa i përket prezantimit të punës së koalicionit. E kuptoj. Deri në ditën e zgjedhjeve. Ne shohim një pjesë të asaj çka është duke ndodhur në këtë fushatë elektorale përpara zgjedhjeve të 23 qershorit, çfarë mund të shohim nga mediat, konferencat për shtyp, çfarë thot një rapal, çfarë thot pala tjetër, çfarë ndodh në mbledhjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por ju që i shihni gjërat me detaje në terren, po shkojmë drejt një procesi zgjedhor të sigurt në këtë fazë që jemi? Me standarde? Është e rëndësishme të theksohet që koalicioni vëzhguesve vendor ka akredituar 2 vëzhgues afatgjat pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që e kanë filluar punën e tyre qysh në momentin e konstituimit të këtij komisioni dhe vazhdojnë ende. E rëndësishme të theksohet gjithashtu është edhe fakti që është ende herët të flasim për atë se si do të jetë procesi zgjedhor deri në përfundim të tij. Sepse procesi zgjedhor ka disa etapa, ka një fushatë elektorale, ka ditën e votimit, ka procesin e numërimit, ka dhe më vonë atë që i takon kryesisht politikës, si është certifikimi dhe pranimi i rezultatit. Është pikërisht ky problemi më i madh i KQZ-s. Fakti që tashmë me 4 antar, ajo nuk mund të konstituojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, nuk mund të presë apelimet e partive politike, pasi është e paplot, nevojitet një quorum tjetër për të arritur një vendimarrje të tillë, kështu që në këtë pikë, në këtë ditë, sepse ne nuk e dim se ç'mund të ndodhi në ditët. Sot që flasim, kjo është situata. Procesi zgjedhor është në një rrezik potencial, pasi është me një institucion i cili është kryesori në administrimin e këtij procesi, të paplot. Rrjedhimisht përfundimi nuk mund të jetë pozitiv. Domethënë, nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin dje, me këtë KQZ do të ishte, po themi, i cënuar standardi i certifikimit të zgjedhjeve apo i njohjes rezultatit zgjedhjeve nga palët politike, më thuaj. Rezumeja që i bërë është disi hezituar jo për shkak të arsyes që çalon, arsyeja që ju përdorni është saktë. Problemi është tjetër kund. Nuk mund të themi që sot po të realizohen zgjedhjet si do jenë, të cunguara, sukses ose jo.
kjo lloj pyetje shumë e drejtë, siç e thash, arsyeja e dorë sepse tërë ky proces ky ndaj leverdis, ne si qytetar, interesi ynë kryesor është që këto zgjedhje të jenë suksesshme për vullnetin jon, por kjo lloj menduarie ka mbarsur tërë situatën, atmosferën politike me shumë tension. Fushata ka për 6 muaj që ka nisur, që tek e fundit e themi me padrejtë, sepse kjo është më kryesorja, është aspekti ligjor që i fushatës zgjedhore s'mund të nisë 6 muaj përpara, sepse kjo është një shkelje, jo shkelje, po që e dërmon tërë korpusin e kodit zgjedhor, sepse ka një seri dispozitash legislative që e vendosin të rregullojnë fushatën zgjedhore brenda atij 30 ditësh të famshëm para ditës zgjedhjeve. Pra, me pak fjalë më themi që 5/6 e fushatës zgjedhore është zhvilluar pa një mbulim legislativ. Pra, ka ndodhur gjithçka, respektimi i mbulimit mediatik që është një temë që do e prekim më domosdoshmë në vazhdim, aspekti financiar i partive që prapë besoj që është një temë e rëndësishme, aspekti i marrëdhënies me administratën që është shqetësim që ditës vjen e shtohet, ka goxha polemika, ka akuza, por që kodi zgjedhor dhe tërë korpusi ligjor e mbulon shumë mirë marrëdhënien që ka administrata me aspektin zgjedhor, por e ka fokusin tek 30 ditëshi, çfarë ndor para 30 ditëshit kodi zgjedhor dhe tërë korpusi ligjor ngreduar dhe aty mund ndodhi gjithçka. Dhe nga kjo gjë ne kemi vuajtur në këtë periudhë. Por do kthyer tek pyetja juaj. Aty mund të prishen rregullat, për sa kohë nuk e parashikon kodi zgjedhor. Nuk ka rregulla. Nuk ka rregulla fare. Dhe nuk ka askush që ti monitorojë nëse këto rregulla po shkelen apo jo. Çka është problemi më i madh. Dhe kryesorja është mbrojtja e qytetarëve. Tek e fundit po kthehemi tek pyetja juaj kryesore. Pra, interesi i qytetarëve. Këto 5 muaj interesi i qytetarëve ka qenë i pambrojtur, sepse legislacioni nuk është shprehur fare dhe politika dyanshme, është leverdi e dyanshme kjo kuptohet, e ka çuar këtë proces në një rrjedh shumë të premature, parakoshme. Dhe duke mbarsur ne dim sot, dyja para datës zgjedhjeve, që themi që a do kemi zgjedhje suksesshme ose jo. Por që kjo nuk do ishte tërë atmosfera politike, do ishte një tjetër gjë, do ishte 30 ditë argumenta dhe oferta politike që të prodhoheshin në ditën e fundit me një vot për njërin ose për tjetrin dhe ne të kishim një legjislator që do na qeveriste. E kuptoj. I prekim pak me radhë të gjitha detajet që përmendi Realdi për t'i analizuar edhe për t'i zbërthyer. Kemi goxha kohë në dispozicion, po mirë është t'i sqarojmë të gjitha. E nisim nga fushata elektorale e cila në fakt ka nisur pothuajse që në fillim të vitit 2013. Janar ka qenë një nga takimet e para, ka qenë janar. Dhjetori, biles dërtparë, ka qenë fundi dhjetori, fillim janar, që ka qenë praktikisht fillimi fushatës. Mund themi me gojën plot që fillimi fushatës ka qenë fund dhjetori, fillim janari, pra që është një periudhë skandaloze në lidhje me afatet kohore. Ka ndodhur herë tjetër kjo, sepse kjo duket në fakt që është një praktik me të cilën jemi mësuar të gjithë, mbi të gjitha partitë politike, nuk e shmangin dot këtë gjë. Në fakt, në këto nivele nuk ka ndodhur në kujtesën time në asnjë rast. Është më theksuar se çdo herë, sepse, më thënë, përtej fushatës elektorale dhe premtimeve që politikanët mund të bëjnë në media apo takime me qytetarët që mund të bëjnë përpara se të fillojë fushata zgjedhore. Praktikisht, fushata zgjedhore ka filluar në momentin që në fund të janarit, nuk më kujtohet data me saktësi, Realdi do ta di më saktë, është prezantuar një kandidat i Partisë Socialiste si kandidat për deputet për zgjedhjet e Kuvendit të Shqipërisë. Pra, 6 muaj përpara është paraqitur një kandidat. Pra, praktikisht është hapur fushata pothuajse në mënyrë ligjore. Në këto nivele, nga proceset të shkuara zgjedhore, nuk ka ndodhur. Kaq herët nuk ka ndodhur. Asnjëherë kaq ndodhur dhe nuk ka ndodhur kaq herët dhe në një mënyrë kaq të hapur, sepse thash, përtej faktit që mund të ketë pasur takime etj, kjo është çështje tjetër. Ajo çka është më shqetësuese, më fal. Jo, patjetër. Ajo çka është më shqetësuese në fillimin e kësaj fushate premature, është cilësuar nga koalicioni vëzhguesve vendor, ka qenë edhe fakti që e gjithë administrata, mjetet e saj, faqet e internetit, logjistika e ministrive, apo edhe e njësive vendore të ndryshme, qoftë që të thotë një krau politika apo të një tjetër, janë vënë në dispozicion të kësaj fushate elektorale. Një fakt tjetër shumë shqetësues është përdorimi i fëmijëve në këto mitingje. Ata shpeshherë përdoren jo vetëm për dekor, por edhe duke mbajtur flamuj apo postera. Shpeshherë, sikurse edhe në media është faqur, është abuzuar me shkollat, është abuzuar me procesin mësimor. Të gjitha këto janë shumë fakte shqetësuese, do t'i cilësoja unë. Pasi dikush mund thotë që, okej, le të filloj fushata elektorale. Kush ka dëshirë të dëgjoj? Dëgjon. Kush nuk ka dëshirë, nuk dëgjon. Ai është thjesht një informacion që i jepet njerëzve në fund të fundit. Por, ana tjetër, ajo që sapo si përmenda, është
është shumë shqetësuese. Po, këtu fushata elektorale dëmton sistemin pjesën tjetër, vazhdimin e jetës normale, shkuarjen në shkollë, funksionimin e administratës, jo për qëllime zgjedhore, po për shërbim të qytetarëve, e gjithë po themi pasojat që mund të sjellë një përdorim i tillë i administratës. Me rënda është precedenti po krijohet. Për lëmë njën që po i drejqosim dhe një palë zgjedhje, është fatkesi po që po e hamencojmë për një moment logjik, problemi është precedenti që krijon politika. Politika me unanimitet, si që ka ndodhur jo pak herë, vendosë që listacionin, atë që e ka miratuar me duar vetët, është duar të kitur nga vetë politika, nga shoqëria civile, nga ndërkombëtarët që më në fund vullneti përbashkët, me konsensusin e tyre famshëm, prodhon një listacion të gjithpranuar. Ky legislacion që në fillimin e vet nuk respektohet. Është ende i freskët dhe goditet mund në zemrën e tij, që është afati zgjedhor, por precedenti që krijohet është marrëdhënia që ka qytetari me legjislacionin dhe kjo është një gjë që ne duhet kemi parasysh, që çfarë morali dhe çfarë legitimiteti prodhon politika me qytetarin. Politika vetë shkel legjislacionin, sa moral mund të ketë politika të kërkojë qytetarit të zbatojë ligjet. Efektet shkojnë përtej një palë zgjedhjeve, domethënë realisht mos respektimi i kodit elektoral i këtij legjislacioni prish edhe shumë raporte në raportet me ligjin. E kemi kaluar periudhën e fillimit të fushatës shumë më herët nga që të gjithë e prisnim. Momenti i përcaktimit të listave të kandidatëve për njërën palë për palën tjetër. Shkoi brenda të gjitha rregullave të përcaktuara në kodin elektoral? Jo, përsa i përket listave kandidatëve, nuk ka pasur probleme. Ka qenë një nga gjërat e kopsitura. Pra, në një pikë ku partitë politike janë zemra e interesave të tyre, janë treguar korrekt. Është një nga gjërat që mund të duartokasin për respektimin e listave të kandidatëve. E kuptoj. Megjithatë ka pasur pretendime për lista kandidatësh apo për kandidat në lista, të cilët nuk kanë dhënë akoma dorëheqjen nga postet e tyre publike apo janë akoma punonjës të administratës në nivelet larta. E keni vëzhguar këtë gjë? Duhet të cekje përpara kësaj një aspekt tjetër në fakt. Patjetër, po mos ta harrojmë këtë gjë. Po, patjetër. Atëherë, listat elektorale, pavarësisht faktit që nga ana ligjore kopësitja listave shkoi shumë mirë, një problem shumë i madh që është evidentuar tek listat elektorale është që listat edhe kësaj radhe, si në shumë palëzjedhje të tjera, përtej kësaj janë mbyllur nga praktikisht nga kryetarët e partive. Pra, partitë politike, unë po shkoj në linjë me atë që po thoshte Realti pak më parë, në momentin kur vetë partitë politike e shkelin ligjin me çmoral do t'i kërkosh qytetarëve që ata ta respektojnë të ligj. Në momentin kur partitë politike e kanë shumë të mangët demokracinë e brendshme, pra listat e kandidatëve shpallen në momentin e fundit, pothuajse pa debate me anëtarët e partisë, në mënyrë të janshme, nga zyrat e kryetarëve të partive, atëre me çmoral ti kërkon demokraci dhe si mund të pretendosh që do qeverisë në një mënyrë demokratike, ndërkohë që brenda partisë tënde të mungon demokracia. Mendoj që kjo është goxha shqetësuese, pavarësisht faktit se mund të mendohet që demokracia e brendshme e partive në fund të fundit është diçka që i përket vetë anëtarëve të asaj partie. Jo, nuk është përket vetëm anëtarëve të asaj partie në atë momentin kur kjo parti vjen dhe kërkon vetë besimin, kërkon të më qeverisë. Pra është diçka që më përket dhe mua si qytetar. Përsa i përket pjesës 30% që grave të mos e harrojmë. Të të rishja pak përgjën time, sepse e kish kuptova pak më parë në lidhje me listat, kuptova në një sens krejt tjetër, por që pyetjes që u shtrua, problematika e listave ishte ajo pjesa gjinore që një shkërmoj që listacionit me dëshirën e plot, pra kodi u ndryshua, pra që ishte kodi vjetër, pra para ndryshimeve të vitit 2012, kishte një arritje, që kërkonte në mënyrë taksative që barazin gjinore, që kishte një kërkesë 8% kuotën e barazisë gjinore. Ajo që një arritje e kodit vjetër, që është duar të kitur, ndryshimet e reja prekën shumë gjëra, mendua që përmirësua, po preku dhe një nga arritje që ishte deri më tash. Ky ndryshim gjysmak që u bë kodi, sepse në lidhje me barazinë gjinore, kodi ishte prekur në një pikë të tillë që ishte një prerje e keqe. Edhe sa për fillim, po themi, sa për të ndryshuar diçka. Kjo pastaj vazhdoi edhe me vendimarrjen e KQZ-s, e cila i vendosi vulëm çështjes barazisë gjinore, vetë koalicionin në asaj kohe në mars, pra atë periudhë bëhet fjalë vendimarrje, e ngriti zërin që ky vendimarrje që mori KQZ-ja do sillte problematikë të tillë që kodat gjinore nuk do respektoheshin. Koha e solli që realisht partitë e mëdha me ato sanksione minimaliste që përcakton kodi, sepse janë vërtet çesharake për financat. Gjoba të përballueshme, po themi. Për situatën financiare të partive tona janë përballueshme, kështu që ato pranuan një kosto financiare minimaliste përballë të ruajtjes atij maskilizmit partijak ton, duke ignoruar pjesën gjinore. Përveç faktit që partitë politike i dorëzuan listat në KQZ
gati në orën 12 të ditës së fundit me sekonda, u përfol shumë fakti i ndryshimit të listave nga Partia Demokratike. Përsa i përket pjesës së respektimit të kuotës zgjinore, presupozohet, jo presupozohet, po është diçka e sigurt tashmë që qarku i Dibrës dhe qarku i Kuksit praktikisht nuk do kenë asnjë deputete grua përfaqësuese në parlament. Pasi të dyja partitë kryesore politike nuk kanë asnjë grua në listat e këtyre qarqeve. Megjithatë, unë do doja të shikoja diçka pozitive, përpos faktit që nuk u respektua kuota gjinore e shumë kërkuar nga shoqëria civile edhe nga shoqëria në përgjithësi, do thoja unë, për pjesëmarrjen e grave e shumë lançuar nga politika, megjithse në rastin konkret për t'i bërë reklam vetvetes. E shitën madje një periudhë si arritje, si standard të njërës apo të tjerës? U vure madje në shumë konventat partive kryesore politike, në shumë takime elektorale dhe vazhdon të vjetre, një pjesëmarrje shumë e qere grave. Vrihet re një numër shumë i madh grash në shtabet elektorale të partive politike. Është respektuar kuota gjinore prej 30% në përbërjen e KZAZ-ve në Republikë. Por është për të parë se sa do respektohet kjo kuotë në komisionet e qendrave të votimit, në grupet e numërimit të votave, edhe më tej. Po gjithsesi jemi akoma në fazën e diskriminimit. I shfrytëzojmë gratë për të bërë gjithë punën sa i përket zgjedhjeve, por nuk i lëm ato ta bëjnë politikën në nivelin më të lartë. Ka bërë një thirrje partive politike, një sugjerim, inkurajim, do ta cilësoja unë, për të rritur numrin e grave edhe mbi 30% në komisionet e qendrave të votimit, sepse një pjesëmarrje më e lartë e tyre do të nxjisë një situatë më të qetë në për këto komisione dhe një situatë më të qetë më pak konfliktuale, po themi, në procesin e votimit. Në fakt unë do thosha që është për të parë edhe faktin nëse do vazhdojnë të jenë përfaqësuara në KZAZ, sepse është një praktikë tani më e njohur që partitë politike i ndryshojnë anëtarët e Komisionit Zonale të Administrimit Zgjedhor deri në momentin e fundit, deri dhe një ditë përpara zgjedhjeve. Po themi peng një proces i cili ka fatet e veta, është në kufirin e 30%, çka do thotë që një grua duhet patjetër të zvendësohet me një grua. Në momentin që një grua nuk zvendësohet me një grua, atë raporti është prishur dhe kuota për 30% nuk është respektuar më në atë pikë. E kuptoj. Kjo pjesa e ndërimit të antarëve në këto komisione në minutë fundit nga partia, si po reflektohet këtë vit? Deri në këtë moment, me sa kemi vënë re, nuk ka pasur në vëzhgimin tonë, nuk ka pasur ndryshime deri në këtë moment, se paku në Komisionin Zonal. Fillon mbase pak para zgjedhjeve kjo lojë. Ndryshimet kanë qenë prezente, sigurisht edhe për ndoshta dikush për të lëvizur nëpër listat e kandidatëve, sepse ato u formuluan më vonë se sa u konstituan Komisionet Zonale të Administrimit të Zgjedhjeve, por deri tani është respektuar kjo pjesa që gratë janë zëvendësuar me gra. Të paktën në dieninë e monitorimit nga vëzhguesit afatgjatë të koalicionit të vëzhguesve vendor. E kuptoj. Shkëputemi për pak publicitet, kemi dhe një 30 minutë tjetër. Do të prekim shumë gjëra të rëndësishme, siç është transparenca financiare e parave që partitë politike përdorin për këtë fushatë elektorale kaq të gjatë, që ka filluar, po themi, 6 muaj. Përpara e shumë çështje tjera për të kuptuar në një farë mënyrë, megjithëse jemi ende në mesin e fushatës elektorale, si do të jenë zgjedhjet e 23 qershorit. Jemi rikthyer, po analizojmë pak a shumë zgjedhjet e 23 qershorit par nga tani, nga ky moment cilin ne jemi duke jetuar, ka pak ditë që ka nisur zyrtarisht, po themi, fushata elektorale, jemi pothuajse në gjysmën e saj, megjithatë, raporti i koalicionit vëzhguesve vendor ka bërë një monitorim të detajuar të gjithë këtyre muajve edhe përpara fushatës elektorale, që në fillim, që në hyrje të këtij viti, e sjell pak a shumë një pasqyrë të përgjithshme të sjelljes politike ndaj kodit zgjedhor dhe institucioneve të cilat do t'i garantojnë këto zgjedhje. Kemi lënë pa prekur pjesën e transparencës financiare. Sot kishte lajme në edicionin tonë qendror të lajmeve, po pothuajse edhe në media të tjera dhe gjatë edicioneve gjatë ditës, një raport i Transparency International Albania që fliste për mungesë transparence edhe këtë vit sa i përket financave të partive politike, dhe një lajm tjetër që thoshte se Ministria e Financave akoma nuk e ka lëvruar fondin për parat që zyrtarisht ju takojnë partive politike për të nisur fushatën elektorale. Ndërkohë fushata ka nisur. Dritani pak më përpara preku çështjen e demokracisë brendshme në parti.
Demokracia e brendshme fatikisht është një gjë shumë e lidhur ngushtë, jo vetëm në lidhje me tematikat e përfaqësimit, që është çështja gjinore, po edhe lidhje me financat. Janë dy gjëra që japin e marrin shumë me njëra tjetrën. Financat nuk janë shqetësim vetëm Shqipëri, por edhe realitetet tuaja, gjithmonë paraja është një burim konflikti. Nuk tregohet. Dhe gjunahet, po që monitorimi i tyre të dyjave është problem. Realiteti shqiptar, përpos shumë shqetësimeve, e sjell dhe këtë shqetësim monitorimi. Vetë kuadri ligjor në raportet e koalicionit vëzhguesve është sjellur në vëmendje gjithmonë çështja e financave. 2-3 elementë që mund të sjellim sa për treguar se sa i kopsitur është kuadri ligjor është që pas 3 ditësh pasi fillon fushata zgjedhore, duhet që partitë politike të bëjnë ditura numrat e llogarive të tyre ku të bëhet e ditur tër donacionet, dhuratat që vijnë nga mbështetës, nga persona dashamirës. Kjo gjë nuk ka ndodhur. Gjithashtu partitë bën edhe një transparencë vjetore të ardhurave tyre. Dhe kjo tërë to publikohen në website-in e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Për vitin 2012 vetëm 5 parti e kanë bërë këtë gjë. Pra, edhe atë pak legjislacion që ne kemi dhe është i mirë pra sa është, edhe aty ne kemi shkelje dhe mos respektime. Pra, duhet kuptojmë në çfarë gjendje jemi në lidhje me financat. E kuptoj. Edhe këtë vit financat, po megjithatë duket që është e qartë që pjesa e financave jo zyrtare, që nga e konsiderueshme për partitë politike, sa ko parat nga Ministria e Financave nuk kanë kaluar, e fushata ka 6 muaj që ka filluar dhe nuk janë pak para, të cilat edhe në ekran duken që shpenzohen nga partitë politike, me gjitha takimet elektorale, e gjithë kjo sigurisht në vend për për mendime të ndryshme dhe për amendsime të ndryshme. Megjithatë, nuk nevojitet shumë për të kuptuar se sa shpenzohet në fushatën elektorale të këtyre partive. Mjafton koha. Mjafton fakti që ka 6 muaj që ka nisur për të treguar që shpenzimet janë shumë të mëdha. Mjafton të shikojmë atë që të gjithë në fakt shikojmë nëpër media të ndryshme, apo qoftë edhe nga raportimet e vëzhguesve në terren, shpenzimet janë kolosale. Megjithatë transparenca nga ana e partive politike lë shumë për të dëshiruar. Do të prekja pak me këtë, sepse pjesa e transparencës partive politike në afekton diçka për te kësaj. Po në flasë për besimin e qytetarëve. Zgjedhjet janë besimin tek partitë politike që pastaj do të prodhoj normalisht besimin tek procesi zgjedhor, që pastaj do të prodhoj besimin tek qeveria jashtme, cila do qoftë ajo. Pra, besimi i qytetarëve shqiptar, studimet e shumta të kohëve të fundit po tregojnë që besimi i qytetarëve shqiptar tek institucionet qeverisë sa vjen e bie, tek partitë politike sa vjen e bie, pra dhe partitë politike realisht po bëjnë pak për mos thënë asgjë ose ndoshta edhe po e shkatërrojnë akoma më tepër këtë besim. Dhe pjesa e transparencës financiare është një nga pikat më të ndjeshme në këtë, sepse për te fakti sa shpenzohet, le të bijmë dakord që shpenzohet shumë. Qytetarët e shohin këtë shpenzim. Dhe në një moment kur një pjesë e mirë e këtyre qytetarëve mund të jenë të papunë, mund të jenë njerëz që e kanë shumë të vështirë për të kaluar muajin dhe shohin këto miliona që harxhohen për postera, për fushat elektorale, praktikisht i dhe nërë, normalisht që edhe besimi i tyre tek partitë politike do të bjerë, dhe kjo është një element më të rëndësishëm, është besimi që do t'i bëjë ata qytetarë nesër pas nesër të shkojnë te kutija e votimit dhe të votojnë. Dhe është besimi që do t'i bëjë ata qytetarë që nesër pas nesër të ndjekin këtë qeveri dhe të respektojnë ligjet. Pra, është një proces që si thua është një element, besimi tek institucionet është një element që ngërthen gjithë jetën komunitare, gjithë jetën demokratike. Kryon pa atë të nuk mund të ketë komunitet. E cila më pas do t'japi edhe formën, mënyrës se si do t'a shojë publiku. Kjo tregon nga ana tjetër edhe faktin që partitë politike në momentin që u cënohen interesat e tyre, në momentin që u cënua financimi, në momentin që u përfol për pjesën e kasetave nga ana e mediave, në momentin që u fol për përfaqësimin e grave në për lista, të gjitha partitë politike ishin të një mendimi që shiko se është mirë që kjo të anashkalohet dhe kjo u anashkalua. Kjo tregon që në momentin që ka vullnet nga ana e partive politike, çdo gjë realizohet. Atëherë, fakti që KQZ-ja është e paplot, fakti që ka shumë e shumë probleme të tjera për procesin zgjedhor, që kanë filluar edhe me listat, të cilat kanë qenë një problem jo i vogël dhe administrohen nga Ministria e Brendshme, do të thotë që është një mungesë vullneti nga ana e partive politike me pikësynim realizim në një procesi zgjedhor me standarde sa më të larta. E kuptoj. Prekim një pikë tjetër që besoj është po kaq e rëndësishme, është prekur, po madje kanë përshtypjen një pjesë e mirë e qytetarëve nuk e kuptojnë ku është rëndësia. Numërimi elektronik në fier, i cili dështoi. Çfarë ndodh me këtë pjesë dhe çfarë do ndodhi më tej?
Folja që përdorët dështoj, duhem pak kujdesshëm sepse nuk është se ka një tërheqje të plot, lidhje me SEV-in dhe SEN-in, sistemi numërimit elektronik në Fier dhe sistemi verifikimit elektronik në Tiranë. Të janë dy sisteme që ishin platforma që duhet të ishin zbatuar, afatet kohore janë shkelur katërcipërisht, përgatitja infrastrukturore, edhe kjo lë për dëshiruar për mos përdorur një cilësor tjetër, dy prova që ka kryer SEV-i dhe SEN-i, me fundi që ajo e SEV-i pra për Tiranë, për sistemin e verifikimit elektronik Tiranë, edhe ajo, akoma KQZ nuk ka publikuar raportin, partitë politike akoma se kanë bërë të ditur kush janë cene dhe problematika që janë ngritur, por që përsa u pa ditën e provë, është prova dytë e SEV-it, e para ishte jo zyrtare, kjo e dyta që publike. Kishte gjëra për të reguluar, shqetësuese. Rudhje buzës pati plot, kritika pati plot, vetë kompania ofruese ajo ishte gojkyçur për shumë pikpyetje që ngrinin elementet dhe subjektet zgjedhore, pra janë dy sisteme që realisht jemi në pikën që mund të dështojnë. Por që gjithsesi e them tërhoqja foljen tuaj dështoj sepse duhet të investojmë nuk pati suksesin e pritshëm, po themi në provën e parë. Nuk është vetëm një artikulim diplomatik ky, por që realisht duhet investohet besim tek këto zgjedhje. Dështoj është fjala e fundit, mbase ka akoma tentativa dhe kohë për të arritur parë dhe për ta sjellë në termat e duhur për që në funksionar. Dështimi ose jo i sistemit elektronik të numërimit dhe sistemit elektronik të verifikimit të votuesve në fakt do duket ditën e zgjedhjeve. Dohet preke pak në radhë të parë një, sepse the diçka që nuk është se qytetarët shqiptare kuptojnë shumë mirë rëndësinë e kësaj. Në radhë të parë, thjesht sa për është një dëm financiar, rreth 3.200.000 euro të hedhura, të investuara, dhe nëse kjo gjë nuk funksionon, pra janë 3.200.000 euro të hedhura dëm, të hedhura në erë. Për të kësaj, kjo është një provë generale, qoftë sistemi elektronik i numërimit, qoftë ai i verifikimit, është një provë generale dhe presupozohet që në zgjedhjet e ardhshme të aplikohet në të gjithë vendin. Nëse kësaj radhe do dështojnë, dhe mua më kujtohet në debate që janë bërë mes shoqërisë civile dhe partive politike, koalicioni vëzhguesve vendor dhe tjera organizata shoqërisë civile e kanë ngritur si çështje faktin që sistemi elektronik i numërimit dhe i verifikimit mund të zgjidhë shumë ngërçe në procesin zgjedhor. Dhe vazhdimisht politikanët, qoftë nga njëri krah, qoftë nga krahu tjetër, po flas për dy forcat më të mëdha, kanë qenë kundër. Kanë thënë që kjo është një gjë që nuk bëhet, kanë thënë që kjo është shumë e vështirë për të realizuar etj. Nuk jemi gati. Ndërkohë, ranë dakord ta bënin me shumë probleme, nuk u arrit të zbatojnë në të gjithë vendin siç u menduan në fillim kur u ideua, por të paktën u do bëj një projekt pilot, edhe ky projekt pilot po dështon. Pra, shohim një tentativë që shkoi deri në një pikë të caktuar dhe ti po shef që po humbet rrugës dhe s'kuptojmë arsyeën pse. Dhe vullneti politik është vendimtar edhe në këtë. Sigurisht vullneti politik është vendimtar sepse me thënë të drejtë, nuk është se do avija fajin makinave, makinat nuk mund të kemë probleme. Nuk duan të çojnë më tej këtë proces që në fakt paratë e humbura nga dështimi i mundshëm i këtyre dy sistemeve janë paratë që është vërtet janë një shumë kolosale dhe realisht për një ekonomi si e jona, qoftë e suksesshme për disa, qoftë jo e suksesshme për disa tjetër, prap janë goxha të vëra ato paratë humbura. Por ajo që është më e rënda, prap e kthej tek precedenti. Teknologjia nuk është se është saksia vetë, nuk çalon gjikundi, prap njerëzore do jetë ajo që do përcaktoj dhe teknologjinë. Përgjithësi teknologjia vendosa standarde që janë pozitive, siç është rasti i Fier që numërimi do ishte elektronik, do shmangte shumë pikpyetje. Sistemi i verifikimit që ishte në Tiranë do shmangte shumë pikpyetje në lidhje me përdorimin e element kartave të identitetit ose mjeteve të identifikimit. Pra, do ishin dy standarde të arritura më shumë dhe kjo është një gjë me gjithë kostën e lartë do ishte një arritje dhe do ishte një perspektivë pozitive në të ardhmen, pra për të kryer zgjedhje të suksesshme në të ardhmen. Me këtë shembull që po japim, pikpyetja vazhdon dhe po ja lëm gjithmonë më shumë politika, po vendos aksin e gravitetit tek vetja. Gjithmonë ajo që do e ndaj zgjedhje suksesshme ose jo. E kuptoj, janë shumë pyetje që mund të bëjmë për gjitha detajet e zbatimit kodit elektoral, cilës partive politike etj. Megjithatë, nuk na del koha ti prekim të gjitha, duhet bëj disa sqarime të cilat janë thelbësore. Për gjitha pikat ku nuk është respektuar kodi elektoral. Kush është institucioni përgjegjës që duhet i kishte detyruar partitë politike ta zbatonin, ose të kishte tërhequr vëmendjen, ose nuk e di çfarë parashikon kodi elektoral. Sot, Transparency International ngarkonte me përgjegjësi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për detyrimin ndaj partive politike, presionin
detyrues ndaj partive politike për të bërë transparente. Sa pesh ka KQZ-ja? Sigurisht që KQZ-ja është institucioni kryesor që merret me administrimin e zgjedhjeve, por mos harrojmë që ka edhe një institucione të tjera. Është Ministria e Brendshme, edhe më pas është Ministria e Financave në rastin konkret, edhe më pas sigurisht mund të shkojmë në kryeministri, sigurisht mund të shkojmë te parlamenti si organi më i lartë legislativ i këtij vendi. Në bazë të pikave dhe problematikave të caktuara mund të përcaktohet institucioni përgjegjës për këtë. Megjithatë unë do dal prapë tek ajo që thash pak më parë. Në momentin që ka vullnet politik, këtu është treguar tashmë që çdo gjë mund të realizohet. I sa ti proces zgjedhor është ky 23 qershorit që monitoron koalicioni i vëzhguesve vendor? Koalicioni i vëzhguesve vendor ka filluar në vitin 2003, quhej Forumi i vëzhguesve vendor në atë kohë, ndërsa është konstituar si koalicioni i vëzhguesve vendor në 2005, çka i thon i katërti si koalicioni i vëzhguesve vendor. I katërti proces zgjedhor. Sa jeni në terren? Për këtë raund zgjedhjesh, koalicioni është, në radhë parë, thjesht të bëja një sqarim për publikun. Koalicioni i vëzhguesve vendor është një koalicion që, siç e thash, ka nisur nga 2005, historikisht nga 2005 deri në 2007 ka qenë i përbërë mesatarisht nga 7 deri në 8 organizata. 7 deri në 8 organizata që bëhen bashkë për të vëzhguar zgjedhje dhe që ndajnë disa parime për transparencën e zgjedhjeve, për vëzhgimin jo partizan, për vëzhgimin e paanshëm, që janë standard objektive, që janë standarde edhe të vëzhguesve ndërkombëtar, domethënë. Në vitin 2011 kanë qenë rreth 18 organizata dhe si vjet jemi 34 organizata. Pra, jeni shtuar. Jemi shtuar. Koalicioni vazhdimisht është duke synuar të zgjerojë bazën e vet me organizata lokale, të cilat praktikisht mbulojnë pothuajse të gjithë territorin e Shqipërisë. Ditën e zgjedhjeve, do të ketë nga një vëzhgues të koalicionit vëzhguesve vendor në çdo qendër votimi, në çdo qendër të numërimit votave? Do të ketë në çdo qendër të numërimit votave, por jo në çdo qendër votimi. Jo në çdo qendër votimi. Strategjia e koalicionit ka qenë jo, nuk do jetë në lëvizje vetëm. Vitin e shkuar kemi pasur vetëm vëzhgues lëvizës, që është modeli që ndjek edhe OSBE-ja dhe të tjera organizata ndërkombëtare. Këtë vit strategjia e koalicionit është një strategji mikse. Ne do të kemi edhe vëzhgues fiks, të cilët do jenë të alokuar në qendrat e votimit nëpërmjet një shpërndarje rastësore. Pra, qendrat e votimit në të cilat vëzhguesit do shkojnë janë përcaktuar në mënyrë rastësore dhe të dhënat që ne do mbledhim nga vëzhguesit ditën e zgjedhjeve në lidhje me paregullsinë kanë një marjë gabimi diku te 3.4-3.5% parafërsisht, pra bazuar në atë përzgjedhje që ne kemi bërë. Do të ketë dhe ekipe lëvizëse, një ekip lëvizës për çdo KZAZ, i cili do të jetë praktikisht një ekip që do jetë i gatshëm për të shkuar në ato qendra ku mund të ndodhin problematika dhe të cilat nuk do të jenë mbuluara nga vëzhguesit tanë. Kjo është strategjia. Pra është një kombinim i vëzhguesve fiks me vëzhguesit e lëvizshëm. Ne kuptoj. Ndërkohë, vëzhguesit vendor janë të rëndësishëm, por kam përshtypjen akoma në mentalitetin shqiptar, edhe për faktin që ne jemi akoma nën presionin, nën vëzhgimin e ndërkombëtarëve, vëzhguesit e OSBE Odirit, ndërkombëtarët që vini shohin zgjedhjet tona, duket sikur thon fjalën e fundit. Si është raporti vëzhgues vendor, vëzhgues ndërkombëtar? Është një stereotip në fakt që na karakterizon si shoqëri që gjithmonë sa herë janë të huajt në mes, sa herë janë ndërkombëtarët në mes, fjala e tyre për ne bëhet ligje, pa diskutueshme. Edhe mos harro të më thuash sa të ngjashme kanë qenë raportet ose sa të ndryshme në gjitha këto procese. Nuk duhet më huar në asnjë moment kontributi shumë i madh i këtyre organizatave ndërkombëtare, misionet të vëzhgimit. Megjithatë, nuk duhet më huar as kontributi i organizatave kombëtare të vëzhgimit të zgjedhjeve. Unë mendoj që nuk është për t'u anashkaluar raportet që nxjerr një koalicion i cili angazhon vullnetarisht, dua ta theksoj, shumë organizata të tjera, shumë vëzhgues në terren, dhe aq më tepër kur respektohet paanësia dhe objektiviteti këtyre vëzhguesve. Unë mendoj që një miksi të dyjave, një leximi të dyjave, shoh shpesh politikanët thot raporti OSBE Odirit, e thot kjo, e thot ajo. I referohet ka më shumë pesh. Po, ai raport për debatin politik që pason zgjedhjet është ligj. Ai është baza e çdo gjëje. Megjithatë, edhe partitë politike kanë raportimet e tyre nga terreni, edhe OSBE Odiri ka raportimet nga terreni, edhe koalicioni vëzhguesve vendor ka raportimet e paanshme nga terreni. Kështu që mendoj që peshorja nuk duhet të anojë nga asnjëra anë. Kontributi të dyjave është shumë i madh. Sa më shumë raporte, aq më e qartë panorama e zgjedhjeve. Kush i merr parasysh raportet e vëzhguesve vendor? Fillimisht, hartimi një raporti nuk është qëllimi
që mediatizimi është rëndësishëm absolutisht. Sot jetojmë në epokë virtuale, lajmi kalon, duhet kaloj, lajmi në vetë është shish mos gjë. Por që gjithsesi vëzhgimi në vetë është një proces që bëhet per se, për vetë vëzhgimin. Për publikun, mbase, për informacion. Më tepër do të thoja për shëndetin e vetë procesit zgjedhor. Vëzhgimi, ky është qëllimi primar, që vëzhguesët nuk janë ata me syze që rrinë e vështrojnë me lup çdo problem që mund të ketë procesi dhe të nxjerrim shkrestrurina që gaboj këtu procesi ka këtë vrim këtu fut ajër. Jo, ideja është që vëzhguesët janë pikëspar, janë bashkëpunëtor civil në lidhje për të patur një proces zgjedhor sa më të shëndetshëm. Ky është fokusi parsor. Fokusi dytë është ai që të dalin të metat dhe pozitivitetet. Kjo është një pikë e rëndësishme që një vëzhgim nuk do thotë që të nxjerrë vetëm palarat e procesit. Në të raportet tona është gjithmonë elemente pozitive të partimit janë ngushtuar, është përgëzuar të institucionet që kanë patur hapa pozitiv, pak sipas gjykimit tonë, gjithmonë janë vënë në dukje. Pra është kjo pjesa e peshores të dy anëve. Dhe treta është çfarë mund bëhet më mirë. Është një lloj opinioni, çfarë proceset e ardhshme mund të sjellin më mirë se ky që kaluam. Në qoftë se politika do ta shohë të arsyeshme. Nuk përqendrohet vetëm në gjetjen e disa fakteve dhe raportimin e këtyre fakteve, por edhe në sugjerime që mund të bëhen kundrejt jo vetëm partive politike, por edhe institucioneve përgjegjëse në Shqipëri për realizimin e këtij procesi, për realizimin e atyre etapave që në fund do të sjellin një standard demokratik. Duhet të ecim në këtë rrugë. Thelbi për të dhënë një farë për më. Thelbi i raporteve të koalicionit vëzhguesve vendor në fakt ne do të konsideronin se janë rekomandimet. Pra, e gjithë pjesa paraprake thotë që okay, këto janë problematikat, por ne në fakt theksin më të rëndësishme e vënë te rekomandimet. E përmbledhni të gjithë panoramën dhe në fund nxirrni disa rekomandime sepse ata që duan t'i marrin parasysh. Sepse koalicioni vëzhguesve vendor ne konsiderojmë vetëm partner. Ne jemi qytetarë të këtij vendi, të cilët po vëzhgojmë institucionet e këtij vendi, të cilët në fundit e marrin rrogën me taksat e të gjithë qytetarëve që po i vëzhgojnë dhe ne shohim si detyrën tonë qytetare që t'u themi këtyre administratorëve të procesit zgjedhor që po gabon në 1-2-3 pika dhe ne mendojmë që këto 1-2-3 pika mund të rregullohen në këtë formë. Pra nuk është qëllimi ynë të drejtojmë sakt, nuk është qëllimi ynë të drejtojmë gishin dhe themi e bëre gabim apo e bëre mirë. Ke fajin ti në rregull. Por si të bëjmë më të mirën, pra konsiderojmë vetëm partner të gjitha institucioneve të cilët merren me administrimin e zgjedhjeve, jo gjykatës së tyre, jo thjesht vëzhgues për hir të të vëzhguarit dhe për hir të të vendit gishtit që ti ke fajin. Antuela, të bëra një pyetje pak më parë, po mund të më përgjigjet edhe Dritani, edhe Realdi, pse jo në raport me raportet e OSBE-Odirit, raportet e këtyre proceseve ju keni monitoruar, sa kanë qenë të ngjashëm e sa kanë qenë të ndryshëm, po themi. Kanë qenë pak a shumë në të njëjtën linjë. Shumë të ngjashëm. Në fakt, po të shohësh raportet, jo vetëm raportin paraprak që kanë nxjerrë OSBE-Odiri tani bashkë me raportin e koalicionit vëzhguesve vendor që në thelb nxjerr po të njëjta problematikat janë po ato, duken dhe janë mundi quash gati 2 pika ujë. Në momenti që problemi është njësoj, raportimi nuk ka se të jetë shumë ndryshe, përveç faktit që vëzhguesi ka të njëjtin mision. Sa presion ka të monitorosh në teren punën e partive politike, mënyrën se si ato bëjnë fushat elektorale, momentet kur ato e shkelin kodin zgjedhor. Shqipëria në përgjithësi është një shoqëri e politizuar deri në çdo qelisë. Politika tenton të hyjë gjithandej dhe ky është një fakt i njohur. Sa presion keni? Statura e një vëzhguesi është një staturë pak paradoksale. Në një sistem demokratik që gjërat funksionojnë, vëzhguesja ka punën shumë të lehtë, është shumë komode, por që tek e fundit është nevojshëm, por gjithsesi ajo çka më thot një vëzhgues në sistem që funksionon, janë pak gjëra që mund të rregullohet, pra është një gjëra evidente. Ama në sistem problematik si ky yni mund ta themi, roli i vëzhguesit është nevojshëm, por është më vështirë, pra është aty ku është nevojshëm e ka punën e vështirë, siç është rasti shqiptar. Problematikat janë shumëta. Një nga paranojat, në thojza e themi, është pjesa e qëndruar sa më politikisht korrekt. Kjo është pak në komunikimin zyrtar, pra që dihet konjunktura që qarkullon në media, në shoqërinë, në folën e përditshëm, sepse si mund gjykohet, kujt po ja mban avazin ose tek cili mulli po e çon ujin. Kë po favorizon e kë po disfavorizon. Dhe objektiviteti tek e fundit të vendos me një palë ose pretendim për të qenë objektiv nuk e nga shpëton... E di si jemi ne në këto proceset elektorale?
kemi nevojë për të monitoruar mediat, kemi që çdo gjë të jetë e panshme, ka shumë nevojë kemi për panshmëri, sa më duket sikur nesër mbase do të lindi nevoja për të pasur një grup vëzhguesish që do vëzhgojnë vëzhguesit e koalicioneve që vëzhgojnë zgjedhje, domethënë besoj dhe ju jeni në këtë presion. Është krizë besueshmërie, ka përfshirë dhe shoqërinë civile kjo kriza besueshmërisë, nuk shpëton dot. Absolutisht. Të gjithë jemi pikpyetje të mëdha tek vlerat. Prapë e kthejmë tek politika, i bim shumë qafë, por që me drejtë sonte që politika është ajo që ka vendosur pikpyetje kudo. Dhe tërë këto pikpyetje realisht është ajo që përfiton nga kjo situatë. Gjatë këtyre proceseve që kanë dalë raporte nga koalicioni vëzhguesve vendor, komentet e politikës më mbrapa si kanë qenë? Apo nuk është se ka pasur komente cilat mund të kenë cënuar panshmërinë, apo si ka qenë qëndrimi politikës ndaj raporteve? Politikanët nuk është se janë referuar shumë raporteve tona, të paktën në dijenin time. Megjithatë, institucionet të cilat... Përveç se rastet kur u ka interesuar për ta përdorur për jetën e tyre politike. Sigurisht. Në rastet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo institucioneve të tjera, reagimi ka qenë i menjëhershëm pas deklaratave që ne kemi publikuar. Për shembull në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Presidenti i Republikës, më mend kur ka dekretuar datën e zgjedhjeve, një ditë përpara koalicioni ka dalë me një deklarat ku nxit institucionin e Presidentit të Republikës që të shpallë sa më shpejt datën e zgjedhjeve në mënyrë që mos ta lërë atë në afatin e fundit ligjor. Të nesërmen u dekretua data e zgjedhjeve nga Presidenti i Republikës. Gjërat të tilla kanë ndodhur edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Domethënë reagimi nga institucionet ka qenë prezent. Nuk është që raportet apo deklaratat e koalicionit kanë kaluar pa u marrë vesh. Driltan, do t'jenë ditë vështira këto që keni përpara? Deri në jo në 23, besoj do të keni punë, ndoshta deri në momentin që zgjedhjet do të quhen një kapitull i mbyllur. Puna e vëzhguesve të koalicionit të vëzhguesve vendor mbaron në momentin që zgjedhjet certifikohen. Pra ne jemi duke vëzhguar gjithë pjesën paraprake, do të vëzhgojmë ditën e zgjedhjeve, do të vëzhgojmë procesin e numërimit në çdo qendër numërimi të votave në gjithë Shqipërinë, do të vazhdojmë gjithë procesin e apelimit në KQZ dhe në kolegjin zgjedhor, pra deri në momentin që do të certifikohen të zgjedhje. Sigurisht që do janë të vështira, qoftë për volumin e punës, qoftë për ndoshta presionin... Momentet e vështira të qenurit në situata me një atmosferë të tensionuar politike. Pra, edhe në një farë mënyrë, pavarësisht se politika i merr parasysh raportet apo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i përdor kur ka interes, siç po e thoshe, ku nuk kanë interes mund edhe të konsiderojnë që ti po bëhesh pal me njërin apo me tjetrin krah, siç po e thoshte Realdi, dhe kjo është një gjë. Jetojmë në një shoqëri jashtëzakonisht shumë politizuar, siç ti po thoshe pak më sipër. Duke qenë se jetojmë në një shoqëri kaq shumë politizuar, duket se është shumë e vështirë për çdo qytetar shqiptar që të arrijë të kuptojë që vërtet ka njerëz të cilët mund të jenë të paanshëm dhe mund të kur të vi punat të jenë objektiv dhe të thonë ti ke fajin për pa i mbajtur krahun askujt. E keni fituar këtë besueshmëri tek publiku? Është proces. Është proces. Absolutisht mund ta thuash që merr vulën e certifikohesh si palë zgjedhje që je besueshëm ose jo. Çdo operator që është në luftë me të vërtetën, sepse ke fundit vëzhgimi është një luftë me të vërtetën me monitorimin e çdo hallke, është një proces që në çdo deklaratë, në çdo raport gjithmonë ti ke një pikpyetje mbi veten, sa i saktë që isha, sa e përktheva realitetin në mënyrë korrekte, sa që është i bindur tek ligji. Megjithatë fakti që prezenca e koalicionit të vëzhguesve vendor, qoftë nëpër media apo qoftë edhe nëpër institucione të tjera, është gjithnjë më shumë e zgjeruar. Fakti që mbështetja e institucioneve ndërkombëtare, sikurse është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për koalicionin e vëzhguesve vendor ka qenë publike, tregon që besueshmëria sigurisht që ka standarde në rritje. Ajo perfektja sigurisht që do kohë të arrihet edhe është gjithmonë një pikë synim. Por mendojmë që standardi është në rritje dhe është i konsiderueshëm. Cili është momenti më i vështirë i gjithë monitorimit të një procesi elektoral, faza më e vështirë? Unë mendoj që është procesi numërimit, për shembull, sepse qytetarët shqiptarë kanë treguar që janë qytetarë shumë të mirë. Ditën e votimit, procesi i votimit shkon gjithmonë vaj. Shkon perfekt. Problemet fillojnë në procesin e numërimit të votave, në procesin e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe më pas të pranimit të këtij rezultati nga ana e partive politike. Si janë indicjet për këtë fazë të procesit këtë herë? Është akoma herët për të Nuk duan të paragjykojmë, më shumë herët për të thënë këtë.
Le të shpresojmë që mos të shohim ato bllokime që kemi parë në raundet e mëparshme zgjedhore. Komisionerët që largohen me vulën, që thonë do bëjmë 5 minuta pushime dhe kthehen pas 12 orësh, pra bllokime të cilat në shumicën e rasteve janë qëllimshme. Procesi i numërimit të votave, jo vetëm me 89 KZAZ, që është goxha më i shpejt, po edhe me 66, janë të gjitha kapacitetet që të mbyllet brenda 2 netësh maksimumi, themi. Për 28 orë mund të mbyllet çdo gjë nëse martë në darkë duhet të jetë kemi parë kur këtë deri në këtë moment. Do shohim, nuk kemi pse ta paragjykojmë. Mund të jetë kjo hera e parë që ne do ta shfrytëzojmë kohën në më të mirën e mundshme për të nxjerrë rezultatin e zgjedhjeve. Real, më thuaj diçka të fundit, por mos haro të më thuash edhe kur do të jetë raporti i radhës. Besim sa më shumë tek procesi dhe le të shpresojmë që do të jetë një proces korrekt, një thirrje për të qytetarët që të votojnë. 23 qershori është një ditë të cilën çdo qytetar që ka mbushur moshën 18 vjeçare e sipër do të shkojë të votojë, sepse është një moment realisht feste e demokracisë. Shkoni të votoni, në fakt nuk është e vetmja thirrje që u bëhet qytetarëve, ka shumë thirrje që i bëhen nga palët politike, por nga ata që janë, po themi, jashtë palëve politike, përveç të shkoni të votoni, po kujtoj edhe një thirrje në ndërkombëtarëve, ambasadori amerikan, por edhe të tjerë kanë bërë këtë thirrje, mos e shisni votën. Vota është një drejt që ju takon vetëm ju. Deri në 23 qershor, ne do të jemi për natë, do të shohim pak a shumë se si do të vijojë fushata elektorale, si do të mbyllet kjo fushatë elektorale, si do të jetë procesi i votimit dhe shpresojmë që këto zgjedhje t'i plotësojnë standardet. Deri atëherë kemi kohë. E vetmja gjë që dim sot është që kemi një çantë me pikpyetje me të cilat po ecin këto ditë. Ju falenderoj. Deri punë të mbar ditët në vijim. Faleminderit që na ndoqët, dashur miq. Nesër i takohemi në orën 23.